Bismillahirrahmanirrahim, vllazërit të nderuar, këtu jemi në fshatin Pegroz, komune Xhelanit e familja Haqifi, 4 antar. Kemi janë ndihmu me pak ushqimore, ndihmën e një vllau tonë i cili ka dëshiruar që të jetë anonim. Kjo familje jeton në këtë shtëpi peshen edhe vet, shumë gjendje të mjerueshme. Na tash do të bisedojmë pika të shkurta për hallet dhe detët e kësaj familjes. Përshëndetje i nderuar. I nderuar, po shihen pamje shtëpia shumë e vjetër. Na tregon hallet dhe dertet e juja. Po, shkronëve me jamoj qëra ka, ne këtu jenë qështu që shpeshe shpia po pinë të në onë, katastrofë. A punoni kona, me një do një ndim sociale? Allah jo. S'punojnë Allah se s'ka njerë punojnë, ka njerë kopë, ka njerë s'ka. Vllazërit të nderuar, peshen edhe vetë, kjo familje 4 antar jeton në këtë shtëpi. Tash ju lot që të shikoni gjithë shtëpinë, pamjen e kësaj shtëpisë. Ju kisha lut për hir Zotit i dalim në ndihmë një ndërtim kësaj shtëpie, peshen edhe vetë këtë familje 4 antar, mjerë ku jeton. Edhe ky vllai jonë është i semuar dhe nuk ka mundësi që të punon, kështu që peshen edhe vetë. Vllai nderuar, na tash do ta shikojmë shtëpinë dhe besoj që do të den një zemër të mirë dhe do të ndihmojmë. Hajde bismillah. I lumi ti o vllai dashur, sadakaja jote do të bëhet dritë për ty në ditët më të vështira. Sadakaja jote të bëhet dritë